për të detyruar këtu Kevin edhe Moskën të marrin pozicione më të favorshme për Washingtonin, sepse Donald Trump sinjalizoi se bisedimet për paqen janë shumë afër, por paralelisht me këtë theksoi se ende mbeten për të parë. Sigurisht që në momentin kur ka një dakordsi mbi një draft paqe me disa pika, sigurisht që është një gjë të dakordsohesh dhe është një gjë tjetër të ulesh në trezën e bisedimeve për të folur në mënyrë konkrete për implementimin e këtyre pikave. Kështu që prandaj presidenti Trump në një farë mënyrë ka thënë që betet për të parë, sepse takimi i jashtëm do duhet ishte midis Zelenskit dhe Putinit. Domethënë pa këtë takim nuk kemi paqe de facto. Kemi paqe de jure, kemi një paqe zyrtare, kemi një armëpushim në vijat e konfliktit, por nuk kemi një rrugë konkrete drejt një armëpushimi afatgjatë që sjell dhe atë që ne quajmë paqe. Kështu që është një gjë të dakordsohesh, siç Zelenski ka rënë dakord pritet përgjigje nga Putini, dhe është një gjë tjetër të ulesh në trezën e bisedimeve për të diskutuar implementimin e atyre pikave. Domethënë janë dy faza të ndryshme dhe prandaj Trump thotë ne kemi arritur një marrëveshje paqe, por do presim të shohim si do të jetë dakordësimi për implementimin e këtyre pikave. E qartë. Roel, presidenti amerikan foli gjithashtu edhe për zhvillime optimiste në komunikimet e fundjavës së fundit dhe ky formulim nxit edhe pyetjen tashmë se për çfarë bëhet fjalë konkretisht, pra mund të jenë këto lëshime të mundshme të Kevit për garanci të reja pra sigurie nga ana e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, apo nga ana tjetër një rifokusim të diplomacisë ruse nën presionin ekonomik? Shiko, mendoj që vlen thuhet që në një farë mënyrë prezidenca amerikane po i përdor të gjithë levat që ka për të ulur Ukrainën në trezën e bisedimeve dhe për ta bërë të pranojë një marrëveshje paqe. Kështu që mendoj që edhe presioni ekonomik rus dhe Europës, fakti që një farë mënyrë çmimet e naftës dhe gazit në Europë janë goxha të larta, është për shkak të sanksioneve ndaj Rusisë, edhe fakti që Trump flet për 25.000 ushtarë të humbur. Unë mendoj që është shifër pak e fryrë, që 25.000 ushtarë vritën çdo ditë në frontin e betejës, nuk mendoj që kjo ndodh, megjithatë ai shuhet për fryrje të shifrave, por thebi një vetë që është një luftë gjykatare si çdo luftë tjetër, kështu që në këtë kuadër ai po përdor çdo lloj mekanizmi që të dakordsojë një paqe midis dy palëve. E qartë, Roel, kemi pasur dhe reagim nga ana e Macronit, i cili është faqur optimist pra si të tjerë, duke thënë se ekzistojnë kushte reale për përparim në këto negociata dhe kjo nga ana tjetër nxit pyetjen nëse Franca po përpiqet të marrë kryesimin diplomatik evropian apo nga ana tjetër nëse Bashkimi Evropian është thjesht duke u përpjekur të mos mbetet në hije nga negociatat mes SBA-s dhe Rusisë dhe cili është shpytja ime roli real i Europës në këtë tryezë? Europa ka një rol, është roli ndoshta i avokatit më të madh të Ukrainës në arenën ndërkombëtare. Domethënë në një farë mënyrë kërkon të amplifikojë kërkesat e Ukrainës dhe dëshirën e saj për një paqe që nuk cënon sovranitetin territorial të Ukrainës. Ky është roli i Europës. Tani kuptohet që sa rol real ka Europa për të influencuar, për të ndikuar në një farë mënyrë në drejtimin që administrata amerikane do kërkojë të japë këtyre negociatave, kjo unë mendoj që është në fakt një rol i vogël, jo shumë i madh, për shkak se Europa është shumë e varur nga Amerika dhe jo ana sjellta. Pra nëse SBA-ja do varej nga Europa për shumë gjëra, atëherë po. Por në këto kushte, Trump vetë ka thënë që nëse ju nuk paguani 5% të buxhetit tuaj për mbrojtjen, ndjes të prodhimit tuaj të brendshëm bruto për mbrojtjen, atëherë unë nuk do t'ju mbroj më, domethënë është një largim de facto e Amerikës nga NATO. Dhe në fakt Europa e ka këtu hallën. Dhe nëse Trump do t'i thojë europianëve që shikoj ju po vazhduat në veshin tim për Ukrainën, unë do largohem nga NATO, atëherë Europa do ta braktisë Ukrainën, sepse Europa ka prioritet Ukrainën, por ka prioritet dhe më të madh qëndrimin e Amerikës në NATO. Dhe kjo është në fakt një dobësi shumë e madhe që Europa ka në
raport me fuqinë e saj negociuese. Kështu që unë mendoj që Europa do të luajë rolin e avokatës së Ukrainës, por një avokat goxha i dobët. Një avokat në një rast nga ato raste kur provat ose fuqia ndoshta shqetësisht në krahun tjetër. E qartë. Mirë, Roel, ndjekim tjetër një sirë pas rikthehemi së bashku për të diskutuar. Vladimir Putin ka dërguar në Abu Dhabi njerëz që çdo mëngjes i vendosin mbi tavolinë raportin mbi surinë të ashtu quajtur operacioni i posaçëm ushtarak. Si s'dihet, presidenti rus nuk ndjek mediat, ai lexon atë që i paraqitet nga kreu i shërbimit sekret ushtarak dhe nga ai i shërbimit sekret të jashtëm, i cili për më tepër ka një provojë të gjatë mbi dosjen e Ukrainës që ka nisur tashmë në vitin 2014 me njerëzit e vegjël të gjelbër, që u shfaqën papritur në Krime. Nuk është vetëm një çështje reciprociteti për shkak se në anën tjetër tavolinës ishte kreu i padiskutueshëm i inteligjencës së Kievit, dy funksionarë të Rusë janë të vetmit që kanë qenë gjithmonë të pranishëm në mbledhjet e grupit të gjerë negociator, që janë mbajtur në Kremlin para nisjes së çdo delegacioni për bisedimet e pafrytshme të Stambollit, dhe mbi të gjitha konsiderohen arkitektët e samitit të ngushtit në Alaska si dhe lojtarët kryesorë të sekreteve të tij. Prania e tyre në Emiratet e Bashkuara Arabe është lexuar në adresë si një mesazh i qartë. Ne nuk largohemi nga protokolli nënshkruar verën e kaluar, të cilin Donald Trump hoqi dorë të impononte pasi mori parasysh kundërshtarët e fortë të liderëve evropian, alternativisht duke pasur parasysh njohurit e tyre mbi çështjen e kryershtetin rus. Dikush mendon gjithashtu për një përpjekje të dy liderëve për të bindur palën tjetër se luftimi nuk ka më kuptim. Mirë, Roel, a sinjalizon prania e dy njerëzve të presidentit rus Vladimir Putin në Abu Dhabi një fazë të re negociatash, apo mund të jetë nga ana tjetër edhe paralajmërimi se Rusia nuk lëviz nga protokolli i vitit kaluar? Shikoj, prania vlen thuhet që në një farë mënyrë Rusia është një pozitë pasive, domethënë po pret nga perëndimi. Në raport me propozimet që kanë ardhur nga Ukraina dhe nga aleatët e Ukrainës, si në letrën jashtë të Bashkuar të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Ne dimë më mirë që ka pas një bisedë telefonike midis presidentit Putin edhe atij turk Recep Tayyip Erdogan, dhe është folur sigurisht për marrëveshje tregtare, është folur për marrëveshje energjetike, është diskutuar sigurisht Ukraina, sepse ne dimë më mirë që presidenti Erdogan në më shumë se një herë ka kërkuar të ndërmjetësoj ose të shërbesi si tryezë bisedimi për dy liderët, për liderin e Ukrainës Volodymyr Zelensky dhe për presidentin rus Vladimir Putin. Kështu në këtë kuadër ka pas një bisedë frydënëse në raport me Abu Dhabi. Nuk besoj që ka një dyshim nga protokolli i kaluar, janë thjesht çështje specifike, teknokratike, që nuk është se kanë një relevancë të natyrës gjeopolitike, por kjo biseda telefonike në një farë mënyrë foli dhe për faktin që pala ruse është e kënaqur me këtë propozim. Me çfarë është raportuar nga mediat, presidenti Putin e ka bërë me dije presidentin Erdogan që kjo marrëveshje, këto pika, ky draft paqe shkon është në përputhje me doktrinën ruse të politikës së jashtme dhe me interesat e Rusisë dhe me në një farë mënyrë premisat mbi të cilat do duhet ndërtohet paqja në Ukrainë. Tani mos harrojmë që ne kishim marrëveshje po prap shumë të mirë për Rusinë. Pa një 2 muajsh dhe Rusia tha jo, është një marrëveshje shumë e mirë, një sweetheart deal, ku i thonë. Një marrëveshje sikur të ta japin një mik këtë marrëveshje, dhe Rusia prapë refuzoi, që mund të ndodhi sërish që Putini sigurisht të refuzojë këtë marrëveshje paqe që në këmbim për të marrë më shumë, por nuk e di çfarë më shumë mund të merret domethënë nga Ukraina. E qartë, Roel, sa i fortë është ndikimi real i dy shefave të inteligjencës ruse pra në vendimarrjen e presidentit rus Vladimir Putin, duke qenë se ata janë të vetmit që i filtrojnë dhe informacionet e luftës? Shiko, burokracia ruse është mjaft e gjerë, nuk mendoj që varet nga dy shefat e shërbimit sekrete, por Putin vetë në një farë mënyrë karrierën e tij politike e ka nisur nga shërbimet sekrete, ka qenë një agent i KGB-s në Gjermani Lindore. Dhe pastaj është punë burokracisë ruse dhe është bërë ka ngjitur shkallët e karrierës për të bërë kryeminist dhe më pas president. E megjithatë, burokracia ruse është goxha e gjerë, shërbimet sekrete sigurisht luajnë një rol shumë të rëndësishëm. Gjeneralet e ushtrisë luajnë një rol shumë të rëndësishëm, këshilltarët pranë Kremlinit luajnë një rol shumë të rëndësishëm.
është i kompleks arsyesh Priscilla, nuk mendoj që ka dy njerëz rol specifik më shumë se të tjerë, por sigurisht ka një rol të rëndësishëm. E qartë. Roel, nga ana tjetër, pse është Kremlini i cili këmbgul se nuk devijon nga protokolli i verës kaluar pra ato që ne folëm, pavarësisht edhe kundërshtimit të liderëve europian, por nga ana tjetër edhe presionit ndërkombëtar që vjen drejt Rusisë? Sepse ne di mjaft mirë që Putin është një lider që ka tendencën të mos ndryshoj pozicionin e tij nga si pasojë e presionit. Dhe presionet ndaj Rusisë kanë qenë të shumta. Domethënë sanksionet, largimi i Rusisë nga T8-a, dëbimi nga SWIFT-i që është programi apo rrjeta që lidh sistemet bankare të gjithë vendeve, ta dëbosh një vend nga SWIFT është praktikisht të paralizosh sistemin bankar dhe qarkullimin e paras në atë vend, kjo nuk ka ndodhur me Rusinë, por është një presion shumë i madh. Ngrirja e aseteve të oligarkëve rusë në perëndim, që sigurisht ka një lidhje okulte ekonomike me presidenti Putin, dhe prapa ai ka vijuar. Të tregon që është një individ i cili nuk e ha presionin për një arsye, edhe për faktin që sidoqoftë Rusia ngjelet një fuqi, ka një farë pavarësie, ka një farë sovraniteti, kjo edhe për shkak të ndihmës që Kina i ka dhënë. Kina ka shërbyer në një farë mënyrë si një prizë ekonomike për Rusinë që nga nisja e kësaj lufte, dhe sanksionet perëndimore, presionet psikologjike, ekonomike, ushtarake të vendosura nga Europa dhe nga Shtetet Bashkuara të Amerikës drejt Rusisë, një farë mënyrë janë shmangur duke përdor mburojën kineze, duke përdor teknologjinë kineze, inteligjencën kineze, ekonominë kineze, e tjera me radhë. Kështu që nuk më duhet çudi që pala ruse nuk lëviz nga protokolli.